Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio unë kam ftuar rapsodin e mirënjohur Gjon Froku. Kantautor, por ka një titull të cilin ai e ka marrë kohët e fundit, Mjeshtër i Madh. Mirëmëngjes Gjon, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Siç thash edhe më herët, kohët e fundit, presidenti i Republikës Ilir Meta ju ka akorduar titullin Mjeshtër i Madh. Natyrisht një vlerësim i madh për ju. Si e keni pritur këtë titull? Titulli ka ardhur mbas disa vlerësimeve të tjera, të cilat unë i kam mirë pritur, sepse në jetën tonë ne punojmë për familjen, kemi një qëllim, dhe kjo rrugë për mua ka qenë rrugë pa paramenduar çmime, pa paramenduar vlerësime të tjera, por ja që kontributi në shoqëri, në jetën e përditshme kulturore dhe artistike ka bërë që të mrrijë dhe titullin Mjeshtër i Madh, të dorëzuar me datën 4 tetor nga presidenti i Republikës, pikërisht për para lergjanëve, ku unë ju kam shërbyer në formën dhe mënyrën time si folklorist e organizator e aktiviteteve, jo pak se 40 vjet. Është privilegj, merita, është edhe përgjegjësi. Është vërtet e tillë, po meqense ju keni pjesën më të madhe të jetës në këto aktivitete. Aktiviteti juaj përgjithsisht përkundet në tre anë, si rapsod, kantautor, pra që keni interpretuar krijimet tuaja, organizator i aktiviteteve të shumta folklorike, kryesisht në zonën e Lezhës, por jo vetëm, dhe si organizator i emisioneve televizive Voter Folk, i cili përmbledh në fokusin e tij gjithë gamën folklorike, prurjet, lumin e madh të vlerave, pra gjithsesi jeni të fokusuar tërësisht tek folklori, apo jo? Së pari, Merita, ju jeni, është kënaqësia ime dhe është privilegj dhe ndjehem shumë mirë në këtë studio, sepse paktën nga viti 79-80 unë të mbaj mend në Radio Shkodrën si një element i rëndësishëm, një eksponent e rëndësishme në kuptimin e përzgjedhjeve, bashkë me të ndjerin dhe të paharruarin Paulin Shtjefni, të cilë e kujtojmë me shumë nostalgji, sepse na ka dashur shumë, na ka mirëpritur gjithmonë, dhe ju gjeta prapë sot në 2019. U bën 40 vite, po në atë kohë kam qenë në sektorin e muzikës. Ke muzika, prandaj këtu aq më mirë që Radio Televizioni Publik Shqiptar ka një filial, ku ambientet me siguri kanë qenë Radio Shkodrës, dhe të falenderoj nga zemra për ftesën, dhe unë nuk kam se si ka përsej në Lezhë, duke qenë se unë kam lindur në fush Vig, në një lagje të Katundit të Vigut, ose afër Kalas së qytetës, ose në një vend ku unë mendoj se është i pa eksploruar, po që kultura ka ca element të vet aty që kanë buruar, sepse ka dhe shumë artistë të tjerë, dhe pastaj kemi filluar duke pas tradit në shtëpi, duke ra gjyshi Lahuc, duke ra baba Qiftelis, duke ra daja Qiftelis, duke ra gjagji, agja Qiftelis, i themine, dhe të gjithë bashkë këto, me kanë pas dhe pak në vëmendje si një fëmijë i pari, i 10 vëllezërve dhe motrave që jemi ne. Jemi 10. 6 vëllezër, 4 motra. Faleminderit. Unë kam një motër përpara dhe unë kam qenë fëmija i parë, dhe kështu që më kanë pas pak edhe më shumë në konsiderat, por që duhet pa e bërë analizë kësaj, duhet them që në 12 vjeç kam rri me dal para njerëzve, dhe me thënë të drejtën nuk e dija që është emocioni, nuk e dija që është duar trokitja, nuk e dija mirë që është respekti, po që është edhe lloj fyrje vogël, pse ti qëndrove shtrem, pse ti u vrajte, pse ti u skuqe, pse ti u nxive, dhe këto nuk i kam kuptuar mirë atëherë. Por që si fillim, kjo ka qenë. Dhe këto kanë ndodhur gjithmonë duke i marrë nga shkollat fillore, duke i marrë elementet ku i kanë gjetur
mësues të muzikave dhe unë kam një një kujtim të shkëlqyer që nuk më hiqet në jetë dhe nga, sepse unë e di që ai më ka dhënë ABC-n e kësaj rruge, e njeri Gjovalin Gjoni nuk jeton më. Respekt, ka punuar shumë për kulturën në zonën e mjedit. Të them të drejtën. Edhe në teatr. Pak e rëndësishme sa ka punuar, po ai kishte do virtyte të cilat unë nuk e kam gjetë shpesh të prindë e mi, edhe prindë e mi ndoshta më interes kishin të punoja në kopsh, të ruja baktin, se sa të shkoja vrap pas aktiviteteve. Por që ky me ka dhanë gjithçka më është dashur, derisa unë pastaj kam njohur të madhin që Zadeja, Tishdajin, Pjetër Gacin, Kodion, qindrat e tjerë rresht deri te Zefçoba sot që komunikojmë, Kujtim Alia, apo Agim Kodraliu, apo plot miq që ti ke patur më afër se unë në kuptimin profesional, dhe kemi ecur pa u ndaluar. Viti 79 ka qenë vendimtar, sepse viti 79 ti e di ishin dy ngjarje të rëndësishme në Shqipëri atëherë për kohën që ishte vdekja e Sikapos në Paris dhe tërmeti 15 prillit, që Baqallekun e fshiu. Do vinte Enver Hoxha për ta inauguruar dhe Shkodra organizoi 17 ansamble duke filluar nga Malësia deri në Velipoj për të konkuruar për 20 minuta me Pritudheci. Ndërkohë, në mjet, unë në këtë vit isha ushtar, por kisha arritur të kënoj këngën ulem në mes të zallit mbi një gur të bardhë për rojt e Vigut, Vigasore si Felanza, 3-4 këngë të cilat ishte fat dhe privilegj të ishin në Radio Shkodër, sepse një ditë në javë ti e di që njerëzit lenin punën për ta dëgjuar atë emision. Është vërtet, ka patur shumë interes. Ka qenë ora 1 e ditës së hënë të premte dhe ka pasur shumë interes. E në këtë sens do të isha bërë i njohur dhe njerëzit më bërin me gisht se ndoshta për vetë kohën, disiplinën apo mënyrën se si është trajtuar arti, duke përjashtuar politizimin që ishte smundja, ishte kanceri brenda këtyre, por gjithsesi në fund të fundit unë përulem me respekt për para formimit tim, gatimit tim në ato rregulla, në disiplinë, sepse atëherë thuhej disiplina në art duhet të jetë më e fortë se në ushtri. Ishte i thënie kështu që e përdorin këta të politikë të drejtimit administrativ. Edhe kur vjen puna, na ka shërby. E vërtetë shënon që disiplina ku do të jesh është mirë të jetë, sepse sidomos në art sot ti e shikon që është një marketing, këndojnë me qindra me mia, këndon kompjuteri, këndon ku di unë, dalin elektronika etj. Dhe ne kemi pas drejt për drejt gjithçka dhe sot përpiqem të them me shumë sinqeritet, prapë jem drejt për drejt, aq sa mundem, deri kur natyra të më lejë të drejtën e lëndës parë të mendjes dhe të mundësive për të interpretuar. Ajo që më ka bërë faktor, më ka bërë atëherë sepse unë e mora ishin 45 ditë në dispozicion në rastet veçanta, kooperativa na paguante për të përgatitur një aktivitet shumë të rëndësishëm, siç ishte aktiviteti për konkurimin në Shkodër, do konkuronim njëherë para jush dhe para përfaqësuesve të Tiranës për të përzgjedhur numrat që mund të dilin para udhëheqit ose para popullit atje. Dhe fati im i madh, 15 ditë përpara, pikrisht Gjovalin Gjoni me Ilmi Alibalin, me Bebin Verdhen, këto ishin dhe punojës Masovik, Ilmia, ndërsa Bebi punonte në një sektor me stadion, por ishte pranë këtyre gjithmonë, kitarist, dhe edhe djalë i shkëlqyer, bravo. Me vjen, unë e du fort të gjithë, kam nostalgji për to. Por që erdhen në komisariat, në shkollën e instruksionit në Valdez, dhe u futën në komisarin. Me thënë të drejtë, kur i pash këta, diçka mendja më shkonte, por prapë u shumë mos kam bërë gabim, se atëherë duhet ishe shumë i kujdesshëm. Duhet menduar përse vin, ç'lidhje kanë këta këtu. Ona e aktivitet raport, ona e ftesë për aty, ona e shërë që kemi bërë diku dhe vine e raportojnë. Dhe me thënë drejtë ato me morën, 15 ditë kohë kishim, edhe me dërguan atje dhe me bën udhëheqës artistik
me orientim të byros partisë, sepse ishte edhe problem se aty ishin një rapsodi vjetër, Vitor Palao ishin këto, ishin gjithë që udhishin atë ashtu, por nuk ishin arritur të gjejnë mënyrën dhe formën për të qenë aktiv, për të qenë të saktë në konkurim. Aty kam filluar të drejtoj atë ansamble, aty kam filluar të krijoj, aty mbaj mend një fjalë të nënës së muzikës shqiptare, do të thoya që Zadeja, që më tha, John, ke sa të dhëna që nuk e kanë të tjerët, por mos harro, nëse ti nuk merr një vendim në jetën tënde të përkundërsh në djepin tënd, nuk do jesh as vetvetja, as ai dhe as ai. Pra, krijo, këndoj, interpretoj dhe sipas ides dhe mendimit tënd. Mos u bëj kopjac, mos u bëj huazus, mos u bëj vjedhës i të tjerëve, sepse do të humbish edhe rrugën që ti ke nisur. Kjo më ka shërby deri në këtë moment që flasim. Sa bukur. Janë disa mesazhe që njeriu i merr si moto për gjatë gjithë veprimtarisë dhe të shërbejnë mjaft, apo jo? Pastaj në 83-shin ti e di u grumbullu për Gjirokastër, këtu deri 5 ditë bashkuar isha i pranuar i mirë. Bili kishin pranuar dhe janë 2 krimtari të reja të mijat për t'i trajtuar me grupin me ansamblin e Shkodrës. 5 ditë bashku me thrasin në mbledhjet partisë dhe më thonë, John, ti nuk përshtatesh me malsin, me nën Shkodrën, ku di unë, është mirë të shkosh mirë ditë, po të shkosh 83-shin mirë ditë, po thush aty në më ka hek Shkodra, merrni ju, e din merita se çfarë rrugë do kaloja. Ne s'pari të shkojnë hetusi, përse jam larguar dhe pastaj mund shkojnë Gjirokastër. Këtu ishin ato oscilacionet tuaja që në një farë mënyrë morën qëndruan në të njëjtin shtrat, por drejtimi tjetër. Tashmë Lezha ishte aty unë nuk më ka rakush as me plumë, as me hu, as me grusht, as po. Kam marrë plagën më të rëndë shpirtërore. Kam qëndruar 12 ditë në përmiq të dajat e njëri të tjetri, që të vinë festivalistat dhe të mos i thëmë nënës time, sepse nënën e kam për 27 vjetë babë dhe namë, babaj në kam dek 26 vjeç dhe e kalan shumë të re. Dhe mos i thëmë nënës time që nënë me kanë këthy nga Gjirokastra. Iku kjo. Nga aty kam marrë vendim të iku në Lezhë, sepse Lezhë kisha dhe agjat, kisha dhe njerëz të mi, 100 vjetë. Vjen momenti unë bëra një aktivitet sërish me grupin, me ansamblin Herojtë të Vikut në mjet, e çova në televizionin publik shqiptar, që një ishte atëherë, Bardhazi, a ishte, dhe lumë kush kishte fat kalon të atje, se do të kaloshin ja 3 sita për para se të dilim në ekran. Edhe shumë bukur që është bërë ashtu, dhe kur vjen puna, bëra një aktivitet me mjetën, e çova në televizion, e pranuan, dhe nuk kam heshtur nga minutin në minut për qenë në Lezhë. Në Lezhë jam vendosur vitet të 2, të 3, kam filluar punë në një fshat të tresh Roje Biku, Kavaletash, një 6 muaj, pastaj më kaluan në Vatrën e Kulturës, nga aty në Hotel Gjutis, nuk jam nda kulturës deri në 89-ën. Duke qenë përgjegjës, duke qenë organizator i grupit të ndërmarrjes së bujqësore. Por është shumë interesant fakti që ju tashmë, përveç se jeni kantautor i krijimeve tuaja, fituat një përvojë të re në organizimin e aktiviteteve. Kjo e bën të veçantë veprimtarinë tuaj. Aty nisi, në mjet nisi, në Vik e vazhdova, Viku në kam qëva tërë shumë i vogël, po futa në rresh sekretarin e partisë Mira Fyllit, kryetari e Këshillit Bashkuar Mira Zomares, unë i bëna lamsh ato dhe se e them po e shpreh shumë, si folklorist po e shpreh të fjalë, i futa aty dhe shkume në televizion. Na pranoi televizioni Vikun. 20 minuta për ishte një mrekulli, një fshat i vogël me konkuru me kalu atje. Dhe ajo 97-a ka qenë 79-a ka qenë impulsi për të mësuar ato elementet të nevojshëm të një organizimi, si mund të komunikosh me një grup, si mund të ndërtosh atë, si mund të vendosish ato zërat, tinguish, instrumentash, zërat e njerëzve tjere, që dalë sa më bukur dhe ajo më ka shoqëruar pastaj deri në ditën e sotme, ku në vitin 90 krijova shoqatën Kuvendi Skënderbeut, mbas rrahjes të ashtu quajturit komunizëm, dhe bana 3 turne në gjithë Evropën,
e ndrova shoqat Brazeri Bilbilave bëm dhe një udhtim me ato dhe në vitin 1996 nga Parisi unë i hyp treni dhe shkoj në Rom. Kisha 1000 njerëz të mit në Rom, asnjë adresë nuk e kisha. Dhe zbrita në Ciampino në aeroportin 2 të Romës, se Fiumicino është kombëtari, dhe Buongiorno e Buonasera, që kishte dëgjuar nga plesht, asnjë fjalë më shumë. Afrohem dal nga ajo shtëpia ku fletëm, se unë shkova me një mik i cili mund së me fjet. Dhe të nesëm i afrohem gabinës telefonike. Fati im brenda po fliste një nga jugu, ai pas ka qenë vlonjat, me një frigorifer 3 tonë shëgjys duke harë për bari. I tham të lutem më ndihmo sepse as kam adresa, as kam ku mund të gjej shqiptar. Të tregojnë, thot, mos u shqetëso. Nuk kam kohë, thot, se jam për rrugë, kam orar tjerë. Ja ku është treni. Merr, thot, një bilet për Firenze dhe thuaj shqipt, bilet për Firenze. Edhe është e njëjta si ti thuash italisht. Je para ke, i thash kam. E mora tren, shkoj atje. Kur shkoj atje, më dolen ja 50 shqiptar përpara. Mirë se na erdhe, kur do jepet koncerti, kur do këndojmë, kur do bëjmë, kur do kthejmë, dhe kur unë ju tregova Merita se kam ardhur të qëndronja 3 muaj, ishte krijuar atëherë ideja që parat janë në rrugë, lum kush kalon në Itali, lum kush e merr vajzën e tjetrit dhe e çon atje, lum kush bën e din shumë mirë situatën aty në viteve të kohës, dhe unë thash, unë po shkoj mbledh, nëse kanë ngel në kun, ja 2-3 muaj dhe kthehem në shtëpi. E vërteta qëndron sa i morën vesh, njëri i ka për punë, tjetri ka në shtëpinë vetëm, tjetri mu larguan. Me mbeti një mik, të cilin nuk do të harroj kurrë në atë ditë të vështirë, një Martin Lushi, e vjen dhe një tjetër, një Besnik Gjoni, një djalë i ri, dhe me marrin, me fusin në një vend ku flinin 7 veta në 3 metra, 7 veta, dhe atë natë e kalum si e kalum, të nesërmen me gjetën një vend tjetër, gjeta njerëz të mi, qëndrova pastaj 2 vjet me letra, herë me ndanin nga familja, herë me martonin, sepse kështu ishin shqiptarët, mora letrat, mora 2 sëngjornën, dhe të parën e mora në Rom, të dytën në Bolzanit Italis, filloi lëvizja për shërimin e Kosovës, fillon organizimet në perëndim, unë kam qenë në çdo takim që është bërë, në çdo tubim që kanë bërë shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë bashkë, për të përgatitur moralisht edhe fizikisht për të ardhur në luftë, normal rruga ishte nga Durrësi, ishte nga Hani Hotit, nëse, ishte nga Maqedonia, nga Qaftana, por nuk s'kishte rrugë tjetër për të hyrë në Kosovë për shqiptarët. Dhe kam marrë pjesë me 2 këngë dhe një fjalë, një përshëndetje gjithmonë. Pastaj kam marrë sogjorën e dytë në janar, me 23 janar të vitit 2000, dhe nga aty mu me kanë përla pa e marrë parasysh rëndësin që kanë letrat apo rëndësin që ka qëndrimi im atje për të mbajt familjen, me kanë dërguar në Kosovë. Dhe kam filluar nga Dragashi, që kalon Morin, deri në, po them, në Majdan të Mitrovicës, që është kufiri me Sërbin, deri në Duboldeta, ato tokët e blokura, shkruaja për të gjithë të rënët, mënyra, masakrat, me grupe, individ, me numër të vogël, me numër të madh njerëzish, dhe kam përjetuar ngjarje të jashtëzakonshme, sidomos në korishën e Ukshin Hotit, korishën e madhe. Ukshin Hoti ka lindur aty kam pa një tmerr, ishin gazetar anglez që po e esploronin në një shtëpi të ndërtuar të re, por poshtë kishte një zoglatur kaq bosh, 1 metër, e kishte jo më pak se 100 metra katror. Aty kishin futur për në 3 anë, ishte betonuar, ana përpara ishte e hapur. Aty kishin futur selbet, e kishin mbush me shqiptar, kishin hedhë benzinën edhe i kishin djegur. Kjo ka qenë më tmerri të merreve. Dhe kam shkruar jo më pak se 200 këngë për të rënët në Kosovë, duke filluar nga, se këtu ka dhe mësova, atje pastaj se jeta të mëson shumë, nga viktima deri tek legjenda, Adem Jashari që humbi së të. Në fakt, ju keni shkruar 2 libra me krimtarin tuaj, deri tani, por libri i parë kushtohet Kosovës, dhe kjo periudhë, siç duket, ju ka bërë shumë përshtypje për të realizuar edhe një botim të veçantë. Periudha 2000-2004, se unë në Kosovën
po ta them shkurt se ndoshta nuk e di dhe kohën si e keni në emision, por që unë kam hyrë në 92 në Kosovë. Mbasi kemi prit me qindra miq këtu, me morën, kemi kaluar në Han Telezit, kemi paguar 30 marka gjermane për të vrarë vetëm me dorë tonë, sepse e ke parasysh Kazanin e kishin vënë në zjarr ato dhe nuk bënoi shumë për shqiptarë shumë rënd, po ta kapnin, ne kishim vizë Maqedonisë, por Kosova konsiderohej Metohi, konsiderohej Serbi dhe unë përveç Recep Qosës, Agim Vinces, Blerim Shala, e qindra të tjerë nga shkrimtarët e mëdhenj që sot janë në Kosovë, i takuan në Pallatin e Shtypit, morën pjesë i takim të letrarëve të ri të Kosovës, takimi i dytë me kryetar Haxhi Muhaxherin, bëm një performim në një shtëpi të mbyllur me xhama e me perde e me kret, mos me ta dëgju dhe pakush në shoqërinë kulturore artistike Bajram Surri, të cilën javën e kaluar kam pas në emisionin tim Votër Folk, dhe ata këndonin gjithë këngët e mia që nga i kishin ndjesha mirë, se ne atë dhe kemi ëndër ato njerëz, kemi pas ëndër, kemi dëgjuar, kemi mësuar diçka, por kur nuk kemi qenë drejt për drejt me prekur atë tokë dhe ato njerëz, dhe kjo ishte pjesa e parë. E dyta, i thash, nga i keni marrë ju? Po ne thot, në këtë botë bëjmë gjithçka, vëm slam telpa nga tru mbi kulmin e shtëpisë që të na marr Radio Tiranën dhe televizioni shqiptar. Thot, por sikur ne ta kapim, burgimi është më i madh se me vraj njeri. Dhe kështu që ata i kënduan bashkë këngën e Gjarprit, Taguemirit, Lam të mirë venet e mia, gjuhë shqipe, ato i dinin fjalë për fjalë, unë jo të gjitha. Fjalë për fjalë, sa i kisha hedhur në radio. Dhe përfundimisht kjo u bë sebeb që në 2000 të përfundoj në Klin. Në Klin, në videj të Klinës, një familje e nderuar Martin Regja, ekonomist në shtëpinë e Shëndetit, si thonë ne themi spitali, ata i thonë shtëpia e shtetit, na priti gjithë me zotin Martin Leka, që ke në radio televizion shqiptar, ne dy kemi qenë bashkë, një gazetar dhe një rapsot, dhe na priti me gaz dhe me lot, ajonat dhe me roje. Me 4 roje në 4 cepet e shtëpisë, ai mori gjithë personelin e shtëpisë Shëndetit, pa i 40 veta në shtëpi, dhe e kemi kaluar që është ata pa harruar. Ajo me dërgoi sërish në Klin, dhe unë me të pa aty nuk më kanë lënë televizin, ma unë i lash letër italizim Barova. Kam shku një ditë pa marru 2 vjeç i Sonxhoros, dhe më thanë nuk e ke seriozisht me qëndru këtu, dhe na vjen keq, por nuk ke asnjë ditë punën në Itali, nuk ke si hyrje dalje për 2 vjet dhe s'ma dhanë të tretën. Edhe me të drejtë, kanë shumë të drejtë. Dhe përfundimisht 4 vjet kam qëndruar aty. Mas 9 vitesh më kanë bërë qytetar neri. Dhe më kanë dhënë një mirënjohje publike dhe sot Kosovën në Klin. Në Klin, po kam bashkëpunuar me një projekt që kam aplikuar dhe me shkollat e rrethit të Lezhës, 33 shkollat tona, integrimi të talenteve të ri në jetën kulturore dhe artistike, me Bejen, Deçanin, Qakovën, Istogun dhe Klinën, 5 komunat e Dukagjinit. Se ky është rrafshi që i përfshin këto, dhe kam kaluar në mënyrë të shkëlqyer, jahon e Dukagjinit e kam marrë nga Aja, kultura ka qenë aty, Lenda Park ka qenë aty, sepse ato zona nuk zëvendësohen, Kosova shumë lartë në këto, dhe i kam dërguar 3 herë në televizionin publik të Kosovës, 3TK, pastaj prej atje i kam pru dhe 3 ditë në Lezhë, sigurisht në një shtëpi kasol që jetoj unë me familjen time, i kam shtruar 25 vetë, jo më pak se 3 herë, e një herë motra, një herë tjetri, edhe se kishim vend për të fjetur, pra do me thënë, e kemi bërë një koordinim të shkëlqyer. I ruani përsëri ato marrëdhënie të mia. Të gjitha marrëdhëniet unë isha tani me presidentin Rubliks, faleminderit që ai ka gjetë kohë dhe është rasti i parë dhe fundit do të ndodh kjo, se ti e di që këta tituj kanë dhënë plot, jo ky, po kanë dhënë të tjerët dhe nganjëherë më shkon të menja që janë bërë si certifikatat e dikushme të kooperativës, do të thënë, se mjeshtri i madh unë i kam thënë me shkrim, mos e gëzofsha nëse nuk e meritoj. Shifni mirë kontributet dhe atributet mia që ta akordoni një titull të tillë. Por ata e kanë patë arsyeshme të japin, e ka patë arsyeshme të vivet, edhe se ka qenë skeptik deri kur ka ardhur,
është hera parë një jetën tim dhe s'do të jepet më shansi të pres si president që dal nga makina, mu nuk më intereson që trajtojnë këto politikisht, mu më intereson sa tjetën atë karik është kryetari i shtetit shqiptar dhe si të tillë e respektoj. Nesër e din ata që e kanë vendos, ky që është aty se çfarë do. Ju sot më keni dhuruar dhe librin tuaj të dytë, Lajmëtari i baladave, është një botim që përmbledh krijimtarinë tuaj apo një pjesë të krijimtarisë? Një pjesë, ti më tha për librin e parë dhe unë i rash, si thot nga njerë në këto mjedisë shoqërore, mos i bjerë nga kina. Unë i rash larg dhe nuk thash dy fjalë për atë. Ai libër është titulluar S'ndalet kënga për atë dheun. Ai libër është botuar nga profesor doktor Jeton Kelmendi, unë i kam dhënë gjithë materialet në shtëpinë botuese Pjetër Bogdani në Bruksel, sepse ai është antar i lidhjes së shkrimtarëve të Europës, po është të Europës. Se nga njëherë kemi qef të themi edhe nëse është i grup shqiptarët edhe ka një sigël, një shoqat lidhje e shkrimtarëve, ai është antar i lidhjes shkrimtarëve të Europës, jo të shoqatave shqiptare në Evropë. Dhe ai ma ka botuar dhe ka dërguar në Amazon dhe ka bërë gjithë shërbimet atij libri. Dhe unë e kam, ju e kam dhënë miqve të mi, fatkeqësisht sot për ty që kam admiruar gjithë jetën si njeriu që na ke qëndruar afër, na ke dhënë këshilla, na ke mësuar, dhe sot jam në emisionin tënd. Është kënaqësi mas 30 vitesh që bashkë do jemi nda për shkaqe që natyra dhe Zoti kështu e ka shkruar të jemi punët tona. Ndërsa ky libër, Lajmëtar i baladave, unë jam i lidhur shtrejt me Atë Gjergjfishten. Jam i lidhur me varqet e tia. Edhe për gjithë motivin për tarë presidenti javën e parë të Torin Lezhë, ne kemi eksploruar tek poezia Fishtes dhe kemi gjetë një lule vjeshte. Një lule vjeshte ndër poezit më të shkëlqyera të tij tek Mrizi i Zanave. Çfarë do? Unë i shtova kësaj fjale edhe një fjali tjetër në vjeshtën e folklorit shqiptar. Një lule vjeshte në vjeshtën e folklorit shqiptar. Kam një shoqat kuvendi folklorik kombëtar, ku unë sfola për kuvendet, e cila me atë emblem, me atë logo dhe poshtë me atë titull, Atë Gjergjfishta, presidenti erdhi në Lezhë dhe foli fort për Fishten, foli dhe për Gjonin Falenergaj. Por këtu janë... Ju organizuat edhe koncertin? Patjetër, 25 minuta koncert të koncentruar me përfaqësim dinjitos. Unë mendoj që opinioni është shumë i mirë për atë pritje që kemi bërë dhe ai pranoi të hajë dhe një drek të thjesht, siç ne mund japim dreka tona, sepse drek presidencial është vështirë të jem unë ai që mund të bëj, por gjithsesi unë i bana 45 miq aty dhe kemi ngrënë të gjithë bashkë dhe pastaj ka shkuar shumë i kënaqur. Ajo që është me librin, Lajmëtari i baladave, këtu kam gjithë pasurinë e muzikuar. Pra, Djali Gjarpër më ka qellu, është një elegji që ka qarkulluar, unë e kam dëgjuar tek familja ime dhe tek kushrit e mi në moshë shumë të vogël, e është kënduar në forma të ndryshme, është 50 minuta trajtim, një farë trajtimi që është zor dhe të këndohet, por u lexonte dhe unë duke pas përmbajtjen, duke pas atë duke nxjerr sensin e kësaj, domthonë Djali Gjarpër është 8 minuta 50 sekonda e 30 sekonda dhe që Zadeja nuk ka bër asnjë hezitim për të heqë as i fjalë dhe për të heqë asnjë sekond. Ai e ka pranuar. Agoj Miri, Lam të mirëve të mia, Gjua shqipe, Mallja dheu, Mbi këtë shalë s'ka dal kulqedra, ose Kuka, Ali Pashgucia, e tjerë, pra jam shumë i lidhur shtrejt me të. Pjesa tjetër, prandaj Lajmëtari i baladave, se baladat janë të shkruar nga Omeri shqiptar, por unë jam munduar të hedh muzikimin, të interpretoj, janë pranuar në arkivin e Radio-Televizionit shqiptar, jam shumë i lumtur dhe ndoshta kjo është dhe vepra më e madhe ime, se gjithë tjerat mund të mos ta kenë të vlerë. Dhe se është i vlerë që nuk po munden t'i përsërisin, është vështirë ta këndoj Gjarprin kush tjetër. Po edhe unë e kam vështirë si atë ditë që kam kënduar. Unë e këndoj edhe sot, por kur nuk mund t'jem pik për pik ai që kam qenë në vitin 90. Janë perla të kështu që ky është libri i dytë.
Unë kam në projekt dhe një libër tjetër si do jetë për kuvendet folklorike. Kam organizuar 4 kuvende, me 4 tema të ndryshme ti ke pas në CV-n që të kam dërguar. Interesante, shumë interesante ato organizime. Dhe përgatitem për kuvendin e 5, sa e shkëndësor, pra unë kam formuluar idenë kështu dhe Tonin Qobani kam pas gjithmonë drejtues shkëndësor të këtyre 4 kuvendeve. E kam ideuar që përveç kumtesave që vinë paktën nga 8 pika që lidhet kombi, që ka arteriet, përfshirë edhe arbresht, përfshirë edhe qamt, nga këto 8 kumtesa, edhe një përfajsim etnomuzikor. Pra, një motiv nga Prishtina, një motiv nga Malësia, një motiv nga arbresht, gjithë kombëtar. Dhe duke qenë se e gjithë kjo, në 1 orë e 30 minuta, në 2 orë maksimumi, mbarohet, do të ezaurohet në mënyrë specifike dhe të koncentruar mendoj unë, e kam menduar që kuvendin e 5 ta organizoj jo shumë vonë, nuk kam një datë që ta jap sot, por që shumë shpejt do bëj me titullin Identiteti shqiptar dhe folklori shqiptar. Shumë interesante. Ndërkohë kjo nuk ndahet nga veprimtaria tjetër që ju keni, është organizimi dhe realizimi i emisioneve televizive Voter Folk. Ku ftoni të gjithë folkloristët, ato instrumentistë që kanë të bëjnë me folklorin, diçka shumë e veçantë, sepse sot nganjëherë të duket sikur në kohën e elektronikës, në kohën e rrymave të ndryshme, të duket se folklori është disi në një vend jo fort aktiv. Po kjo e bën shumë interesant këtë pjesë të kulturës sonë kombëtare. Zonjë nderuar, Merita Sokoli, unë këtë projekt e kam pas kam pas projekte që bëjmë ne. Po projekte, nuk jemi profesionist për projekt, dhe fatkeqësisht ne kemi vuaj, unë po them, kam informacion nga miq të mi që punojnë në profesi diplomatike që në kompani të ndryshme të huaja që vinë për të investuar në këtë fushë, që miliona lek dhe miliarda kthehen mbrapsht vetëm për shkak të projekteve. Se kam një rast kohët e fundit, para një viti, ambasada zvicerane më dërgon një projekt, më dërgon një mesazh dhe thotë, keni 33 milion lek shqiptare për të organizuar një festival rajonal folklorik në Lezhë, por me kishte specifikuar dhe kush do vi. Bosnia Hercegovina, Malezi, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova, 5 vende. Serbin, s'ke shkruar, nuk e di përse. Dhe u përpoqa mjaft të mundohem, sepse ato nuk është se, sidomos Zvicra, që është 720 vjetë shtet, nuk mundet me kalu pa monitoru edhe kafen e parë dhe të fundit. Atëhere, u donë të, ku di unë një projekt, u donë të edhe në gjuhën gjermane, sepse ato e kanë 3 gjuhëna në italisht, francisht dhe gjermanisht, u do të në anglisht, po u do të edhe në gjuhën tonë, unë nuk gjeta dot forcë, nuk gjeta njeri i që të më merte për sipër, se kishte një kosto për të bërë projektin, normal do flisja unë, e ai do shkrunde. Por do të ndërtojnë në mënyrën si pranohet atje. Edhe për këtë ne jemi shumë mangët për projektin, po unë këtë projekt e kam bërë që në vitin 2006, e kam aplikuar në 2007 10 emisione të ish Antena Nord, ku sot konvertohet dollarit, ai rruga aty, dhe bile është për Kjakova apo Pietrgazi. Ka një shkollë, qendra Pietrgazi. Edhe aty Luis Suri ma mundsoi, për e kushte rrethana ne shkonin pastronin vetë tavolinat shkallët kanë gjithë, do të thënë vendosa një shqipojnë, vendosa e 2 fjalë, po nuk s'kishim skenografi, s'kishim logo, s'kishim asgjë, i bëna dhe të emisione. Ndërsa ajo që më ka hap rrugën dhe që e kam deturimin moral dhe njerëzor ta nderoj, nuk mund ta bëj më amikesh as më amik se e kam Diela Ana Preka, Ana Tours, Ana Kompani, Ana Fondacion, Ana Televizion, që të është Antena Televizion është Ana pronare, që ma ka pranuar, ja kam qu shumë të tjerve, ma ka pranuar këtë projekt dhe unë
po shkoj te emisioni 60. Po si realizoni, sepse ju me sa di prekni anë edhe treva të ndryshme, instrumentist, folklorist, rapsod, keni lidhje të vazhdueshme me ta, patjetër. E mira dhe shansi im është merita sepse me të ri dhe të vjetër që janë folklorist, edhe në diasporë, edhe në Australi, edhe në Amerikë, edhe në vendet të tjera, edhe në Skandinavë, ku am qenë 2-3 herë, në Perëndim, ose në hapësirën shqiptare, ose me arbërisht italisë që kam përbasën, e kam dhënë koncert disa herë dhe edhe sot kam miq. Pra do me thënë, duke pas një komunikim të përhershëm, të vazhdueshëm, të pandërprer, unë nuk kam shumë nevojë të lodhem. Unë komunikoj nëpërmes Facebookut, nëpërmes Viberit, nëpërmes WhatsAppit, siç diskutuam bashkë dhe konfirmojnë datën dhe vinë. Ka një problem, Votër Folk, nëse nuk do jetë i mbar shqiptarëve kudo që është, atë emision unë nuk kam përse ta bëj. Sepse unë nuk e kam hap aty për familjen time, as për Vigun tim, as për Blelen, as për Vaun e Des. Atë e kam hapur për çdo shqiptar kudo që është, ka të drejtë të vijë, të shpalos vlerat e veta, të jap, të performoj, të flas, të prezantohet, sepse ne jemi mësuar të dëgjojmë dhe është një keqkuptim i jashtëzakonshëm edhe tek bashkëpunimet me Rita, sepse populli është popull. Del para televizionit, populli është i zgjuar dhe populli është avokati ynë më i mirë, gjyqtari më i mirë në këtë botë, por del para televizionit, del një këngëret, që këngë pas ka bërë e këndof zemra. Nuk e dim se ky është punëtori i fundit. Është i fundit që vjen në ekran përpara njerëzve. Ka një poet që ka bërë tekstin, ka një kompozitor, pra muzika në Tiranë, tekstin e Kuks, këndohet në Lesh, dhe unë, që s'di asgjë nga ky njeri çfarë, si ka ardhur aty, në një herë për fatin e keq nuk shkruajnë as autorsinë, se kanë dëshirë t'i mbajnë kështu për vete, sepse akoma drejtat e autorit janë të pakonsoliduar për mendimin tim në Shqipëri, dhe këtë e bëj në emisionin tim. Kam thyrur studiues, analist, kam thyrur krijues, kam thyrur edotras nga momenti në moment, sepse gërshetimi i këtyre vlerave nuk është vetëm thjesht vinë të këndojnë. Të pasurohet arkivi me që nesër do të jetë shumë i vlefshëm, jam i bindur, por që sillim edhe elemente të tjerë përse do ta ruajmë. Mesazhi jon nuk është thjesht me ardha aty në treg, po fëmijë brezi. Në të gjithë veprimtarinë tuaj nëpër vite, shoh një pasion të jashtëzakonshëm, shoh një aktivizim, shoh një cilësi tuajën që ka të bëjë me krijimtarinë, por edhe me organizimin. Shoh se çdo gjë është e lidhur me folklorin, por shkohen nga vargjet folklorike, por edhe nga organizime të bukura që i kushtohen folklorit. Një projekt tjetër që mund të gjenerojë së afërmi? Po, unë tek vargu të thash e mbështetur që herët, nuk mbaj mend të kem interpretuar në i këngë të tjetër kujt, duke përjashtuar në gëzime të ndryshme Gjamadani via via. Natyrisht, janë këngët. Ose Shqipriona Naime, këto që janë hite, janë të Naimit, janë të Fishte, janë të tjerëve, por janë hite që përdoren, ambje sidomos në njerëzit që jetojnë jashtë atë. E nuk heshti kur me këto, por te krijimtaria jam përpjekur të jem shumë i kujdesshëm tek lajk motivi, tek gjetjet që duhet të trajtohen, sepse është shumë e rëndësishme, dhe pastaj tek forca e vargut është çështje tjetër, nga një herë shumë të suksesshëm, nga një herë edhe jo të suksesshëm, sepse nuk do thotë që kryeveprat lindin për ditë, është e vështirë. Ai në Hollywood luan 80 filma dhe për një frazë atje bëhet merr çmimin Nobel, sepse ai ka pushtuar botën, ndoshta gjithë të tjerët kanë qenë zakonshëm. Edhe tek ne unë përmendem Gjarprin e këto, ka qenë një fat i imi, unë nuk e kam di çfarë vlerë kanë, po i dërgova dhe ma vonë janë marrë shkencëtarët, është marrë Aleksandr Stipçević, albanologu më i madh kroat, me Iliret që ka studiuar, ka fol për Iliret, dhe ne na fut në varvet e Ilirëve, bashkë me kombin e vet, dhe thotë kishin bërë një dokumentar që do ishte një mrekulli e vërtet, por u kërkonin 200.000 marka gjermane në kohën kur e kërkoi ai me televizionin shqiptar pikërisht, dhe duhet shkuar në Akropol, duhet shkuar ku diun te ura fshet, përmendet sa vende,
gadimja me gjëgore për ta trajtuar Gjarprin, sepse ishte ajo shtjellimi I tij ka disa gjëra për tu trajtuar dhe nuk u bë dot s'mund e bëm, por për mu ka rëndësi që I ka ngacmuar ata. Pjesa tjetër është organizimet janë art në vete Merita. Nuk mund të bësh organizim pse ke dëshirë. Organizimi ka një mori problemesh të cilat ballafaqohesh në dështim janë shumë të egra, sepse ke të bësh me njerëz dhe I thua tjetër, del tjetër, nuk ka me keq. Në rastet kur je I fituar, janë një mrekulli e vërtet. Për fatin tim të mirë, në organizimet kam qenë I kujdesshëm dhe atë art e përdori me shumë mjeshtri të gjithnjë të fituar nga eksperienca e njerëzve më të mëdhenj se unë. Por që mbaj mend takimin në Francë dhe festivalin botror folklorit kur ne shkuam të shpalosëm flamurin e Kosovës 1 vit e 4 muaj pas pavarësisë. Mbaj mend në vitin 2011 që dërguam ansambël nga Lezhë Kastriotet, krijuam një shoqat, një president tjetër dhe e quam, morëm vendin e tretë shkallë vendi plus vendin e dytë unë si interpretues në 32 shtete, 12 minutat e mi, morëm vendin e dytë me 2 tela, I bëra të qonë kam të gjithë, fati im. Dhe në 2009 kam qenë këshilltar I kryetarit të Qarkut për festivalin e Qarkut të Lezhë dhe Gjirokastër, në 2015 kam qenë pastaj drejtor artistik dhe kjo është, si më thon, drejtimi I fundit. Por I rëndësishëm nuk ishte më pak I rëndësishëm dhe të presish presidentin Rublikës ta lësh të një jetë intensive artistike. Një organizator që lidhet me tregues cilësor të këtyre aktiviteteve. Një folklorist që e sheh natyrisht në gamën më të gjerë studimin e folklorit. Është mjeshtër I madh Gjon Froku. Gjon ishte shumë kënaqësi që sot ishe në Mirëmëngjes Shkodër, edhe për faktin që një ndër piknisjet tuaja ka qenë ky institucion Radio Shkodra dhe ka përcjell krijimtarinë tuaj, por edhe për faktin që mjeshtrat të mëdhenj janë vërtet të mëdhenj në aktivitetin, në mesazhin që sjellin, në punën dhe në gjithmonë në këndvështrimin e perspektivës së punës së tyre. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithmonë suksese. Shëndet e jetë e mbarësi. Jam shumë mirënjohës duke përshëndetur shkodranët në gjithë cepin e territorit gjeografik të Shkodrës dhe kudo që ata jetojnë, duke përshëndetur gjithë shqiptarët, duke të falënderuar ty nga zemra që unë sot jam në studion ku unë për herë të parë jetën time jam lajmëruar atëherë kur sisha askushi, e të falenderoj shumë për emisionin dhe artist që në hershmërinë tënde. Unë të falenderoj fort, e të jam mirënjohës dhe faleminderit për ftesën, faleminderit për emisionin. Urime dhe suksese edhe ju në misionin tuaj, aq sa fisnik, aq edhe të mundimshëm, por aq edhe krenar, sepse jenë komunikim me miliona shqiptarë. Faleminderit shumë. Unë të uroj suksese, shëndet e jetë, mbarësi edhe në familje dhe çdo gjë të mirë në ecurinë tënde artistike. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.